ta kisha kuptuar që kur për një punë të tillë kërkoj të holla persona se këto nuk ka asgjë që nuk bëjnë për para. Po te Zarzo. Problemi i vetëm i asaj vajze janë parat. Jo, kjo s'do të bëhet kështu. Nuk do të mbetem shikuese. Nëse nuk ndërhy tani, ndoshta për gjithçka tjetër do të jetë shumë vonë. Në rregull, unë të zbres këtu. Tani mos na sheh dikush. Kalova një ditë të mrekullueshme. Të faleminderit për gjithçka. Në fakt, unë të falenderoj për këtë ditë të bukur. Mirupafshim. Zeynep, Të lutem mos. në rregull, më fal. Nuk ka pretendues më të madh në paraqitjen e vetës si e pastër, e pafajshme, zemërmirë. Të gjithë profesorët dhe shoqëria këtu atë e njohin si të tillë. Siç mund ta kuptosh edhe ti, dobësia e saj më e madhe është mëshira. Pikërisht ne do ta plagosim atë nga kjo anë. Do t'i vjen keq për ty. Do të mendoj se të ndihmon dhe të bën mirësi. Pasi ta fitosh besimin e saj, do ta godasësh rënd. Atë do ta shtim aq thellë nën tokë, saqë edhe një herë nuk do të mund të del para njerëzve. Aslı, u mësove të jetosh në Ankara, apo jo? Mësova, jam shumë e lumtur. Erdha unë. Mirë se erdhe. Zëri saj tingëllon i lumtur. Aslı? Si je? Unë jam mirë, por e shoh që ti je shumë më mirë. Mirë do të jetë bia ime. Tani ti u ktheve në shkollë dhe je shumë e lumtur, apo jo? Po, e di unë atë, me siguri për atë shkak. A dini se çfarë them? Të hapin një film të mirë nga ato të vjetrit, me dashuri, pasion, kështu si Katerina Nër. Të bëjmë edhe kokoshka? Një ide shumë e mirë, ne prej moti nuk kemi bërë qefe. Apo jo? Atëherë, unë të shkoj ti përgatis kokoshkat. Hajde. Ndalu edhe unë do të ndihmoj ty. Do me thënë shkaku që duke shkaq e lumtur është se fillove përsëri në shkollë. Po, a nuk mundet? Plus, ti çfarë mundosh të thuash ashtu para nënës? Zeynep, të lumë ty, të paktën mua mos ma bëj këtë, sikur unë nuk e shoh se çfarë ndodh. Është shumë e qartë që zotëri Emre ka bërë dikë që të fluturojë nga lumturia. Çfarë bën? Do të dëgjoj nëna. Kush është? E përgjigju. Shkoti. Urdhëroni. Bi, unë jam Arzu, nëna e Emrës. Urdhëroni zonjë, ju dëgjoj. Kam një çështje shumë të rëndësishme që ta bisedoj me ty. Në rregull, mundet natyrisht. Vetëm të lutem, Emrea mos të jetë i informuar për këtë takim. Patjetër. Ju kuptoj. Në rregull, unë do të vi menjëherë atje. Mirë se erdhe, zotëri. Mirë se ju qetëm. A mund ta kërkoni zonjën Sëlla? Patjetër.
Urdhëroni. Alo? Sëlla përshëndetje, unë jam Tarëku. Erdha në hotel të shosje. Momentalisht jam poshtë. Po të pres në restoran, në rregull? Në rregull, do të pres më një herë. Teyze? Teyze, je mirë? Në çantën time nuk mund ta gjej Në spray. çantën tuaj. Do ta gjej më një herë unë. Përse nëna Emrës kërkon urgjentisht të takohet me mua? E shpirt çfarë ka këtu? Është shumë e qartë që gruaja dëshiron të dhënë një nga afër. Edhe ti mërzitesh që nuk të ka pëlqyer ajo. Por më tha Emreja të mos i të informuar. Atëherë çfarë do me thënë kjo? Aman Zeynep, edhe ti gjithçka mendon nga ana negative moj shoqe. Ndoshta dëshiron t'i bëj Emres një surprizë dhe të kërkojë ndihmë nga ty. Gruaja të kërkon ty dhe dëshiron të takohet. Nënata nuk janë kurishtarë të njojnë ose të tyre Zeynep? Ashtu është apo jo? Nëse vënosh edhe pak, do të nervozohet me ty që e bëre të pres. Hajde, hajde, shko tani. Hajde shihemi. Sëlla. Sëlla. Më fal, e keni parë zonjën që është këtu? Pak para e pa që dole jashtë, zotri. Faleminderit. Sëlla. Në rregull, teyze, në rregull. Sëlla. Sëlla. Çfarë bën këtu? Zoti e bekov këtë zonjë. Krejt pa pritur pata një atak astme. Nuk munda që gjej ilaçin tim. Çfarë do të kisha bërë mos ishte ajo? Gjithsesi qoftë e kaluar. Jeni më mirë apo jo? Faleminderit, bia ime. Falte, jam shumë më mirë. Qoftë e kaluar. Faleminderit. Ne ju kërkojmë leje të shkojmë më. Ti e burja saj, apo jo? Zoti ju falë njëri tjetrit. Mashallah. Shumë i përshtateni njëri tjetrit. Faleminderit. Shiko, pasi të gjesh mënyrën të njoftohesh me të dhe pasi ti ja fitosh besimin, do ta plagosësh nga shpina në momentin e papritur. Do të shkatrohet, do të coptohet. Në atë mënyrë, nuk do të mund të gjej guximin që të përmblidhet. Si thua? Nëse i bën ato që ti thash, to të holla do t'jenë të tuat.
Në rregull, mos u mërzit. Këtë punë llogaritet si të mbaruar. Nuk e di se çfarë të bëri ty kjo vajzë Zeynep, por do të pendohet që ka dalë në rrugën tënde. Përshëndetje e Zarzu. Më falë, shpresoj nuk më pritet shumë. Jo. Në fakt dola me një herë, por kishte pa komunikacion. Gjithsesi unë përsëri fillova të flas shumë. Urdhëroni, ju dëgjoj. Do të kem një kërkesë nga ty. Kuptoj, çfarë të dëshironi? Nuk do të takohesh edhe një herë me Emrën. Zonja Arzu, çfarë jeni duke thënë? Mendoj që e tha shumë qartë, Zeynep. Në asnjë mënyrë nuk dua që të takohesh më me Emrën. Por përse? Nuk mundem ta kuptoj përse dëshironi diçka të tillë. Sepse nuk kam besim te ti. Zonja Arzu, jeni shumë e padrejtë. Pa më njohur, pa e kuptuar se çfarë njeriu jam unë, jeni duke më gjykuar. Unë jam i informuar për atë që duhet dhe kjo më mjafton. Nga Emrea do të ndahesh. Por unë Emren e dua shumë. Si mund të ndahem nga ai? Bi, shiko. Të ishe e parëndësishme për Emren, unë këtë bisedë nuk do ta kisha bërë. Në rregull e pranoj që Emrea ka ndjenja ndaj teje. Unë Emren nuk e kisha parë asnjëherë kështu. Ai është shumë i dhënë pas teje. Ky është problemi kryesor. Unë me të vërtet nuk e kuptoj këtë. Çfarë është problemi këtu? Çfarë do të ndodhë nëse kjo marrëdhënie bëhet serioze, Zeynep? Si do të njohtoj ty tek familja jonë? Çfarë do të përgjigjet kur babai i tij do të pyes se si jeni njohtuar? A do t'i thotë u dashurova kur më shëtiste dhe ajo ishte paguar për këtë? Mbi të gjitha veten e prezantoj sikur është dikush tjetër? Ma thuaj bi, çfarë do t'i thotë? E, Asëlla, çfarë do të thash? Nuk e di? Ti porosi çfarë të duash, unë do kthehem një herë. Urdhëro. Ne me lejen tuaj të shkojmë më. Ti e buri Sahaj, apo jo? Zoti ju falt njëri tjetrit. Mashallah, shumë i ngjani njëri tjetrit. Faleminderit. Urdhroni? Ashtu, a ka mundsi një qorp për mua? Nuk i shërbejmë ata që nuk janë mosafir të hotelit. Por unë qëndroj në këtë hotel? A mund të shoh numrin e dhomës? Natyrisht, urdhëroni. Urdhroni atëherë, çfarë doni? Në rregull, unë u pendova, nuk dua asgjë. O zot, si janë bërë njerëzit. Çfarë kërkon atëherë kjo këtu? Në një ditë të veçantë përsëri do ta jap ty këtë. Atëherë nuk do të më thuash jo, Zeynep. Në rregull.
Keni të drejtë. Unë bëra një gabim shumë të madh. U pendova 1000 herë. Sikur të mos e kisha pranuar ofertën e Gjansut. Sikur me emrin mos isha takuar në një mënyrë të tillë. Por kjo ndodhi një herë. Nuk mundem që ta kthej kohën pas. Unë u dashurova tek Emreja. Dënimi një gabimi që e bëra nuk duhet të jetë kaq i rënd. Nuk dua të dorëzohem nga Emreja. Nëse babi i ti e merr vesh këtë, asnjëherë nuk do ta pranoj. Edhe unë deri në vdekje do të jem kundër jush. Do me thënë, djalin tim përjetësisht do ta bësh të pakënaqur. Shikoni, unë me të vërtet nuk jam një person si që mendoni ju. Ju lutem, më jepni një mundësi. Ju premtoj që nuk do të lejoj as edhe një gënjeshtër të vogël në marrëdhënien time me Emren. Unë do të bëj gjithçka për ta bërë atë të lumtur. Do me thënë dëshiron që Emren ta bësh të lumtur. Atëherë mos e sill Emren në pozitë që të bëj një zgjidhje ndërmjet ty dhe familjes. Si përfundim, sikur edhe ty të zgjedh, ti do ta lësh të dashurin tënd pa familjen e tij. Unë dua që Emreja të jetë i lumtur. Nuk dua që të ndahet nga askush. Pasi e mendon kaq shumë Emren, dëshiron që ai të jetë i lumtur, atëherë do të qëndrosh larg nga ai. Nëse e do me të vërtet, ti do duhet ta bësh këtë sakrificë bi. Në rregull. Unë ju kuptova juve. Nuk dua që Emreja për shkakun tim të ndahet me familjen e tij. Asnjëherë nuk e dëshiroj këtë. Do të qëndroj larg nga Emreja. Do të dal nga jeta e tij. Këtë nuk do ta bëj për ju. Do ta bëj për Emren. Nuk pas ke porositur asgjë? Ashtu, unë nuk jam shumë e uritur. A mundet? Urdhroni zotëri. Se nuk e keni shërbyer mysafirin tim? A nuk është detyra jote të shërbesh klientët? Zonja ishte musafiri juaj? Më falni zonjë. Ju kërkoj falje, më falni. Nuk është diçka që mund falet. Të na shërbej dikush tjetër më njerë. Por zotëri, Biseda jo mbaroj. Zotëri Tarëk, ju lutem lëreni. Është shumë e qartë se nuk e ka ditur që unë qëndroj në këtë hotel. Është vetëm një keq kuptim. Edhe njëherë mos ndodh diçka e tillë. mos u mërzitni, nuk do ndodha njerë zotëri. Porosit çfarë të duhet, Sëlla? Do të hanga e njëjtat që do porosisni edhe ju. Na sjell nga një porcion biftek dhe nga një sallat. Si urdhroni zotëri, patjetër. Sëlla. Shiko, mos lejo që askush të sillet keq me ty. Edhe nga unë mos fsheh asgjë. Çfarë do të që t'jetë ndaje me mua? U kuptuam. Nëse për shkakun tim nervozoheni me njerëzit, unë si mund ta ndaj këtë me ju? Çfarë ka këtu? Ishte vetëm një keq kuptim i vogël, kjo ishte e gjitha. Pse u nervozuat ka shumë? Unë nuk mund t'i duroj gabimet e tilla. Të gjithë punën duhet ta bëjmë si duhet.
Zeynep e dashur, kam një lajm shumë të mirë për ty. Çfarë u bë? A nuk të intereson as pak? S'ka gjë, unë gjithsesi do të tregoj. Pas kësaj këtu do të vazhdoj me shkollimin tim. Transferohem në universitetin Ç'më këtu. intereson? Ç'më intereson? Vetëm se sjellja kaq të vrashta ty nuk të ngjajnë as pak. Nuk dua se ta shoh fytyrën më. Pas kësaj do më shohesh më shpesh. Nuk do t'ikësh atë shlet. Nëse mendon që do të shpëtosh nga borxhi, nëse largohesh kështu, ka bën. Mos u mërzit se do të t'i kthej të hollat. Bukur, do më thënë që je besnike ndaj borxhit. Mos e zgjat më. Nesër reja në vendin e punës dhe do marrësh kësin e parë, në lagjën Sakarja. Ti përse i duke qarë kështu në mëngjes? Më vjen shumë keq. Kush të lëndoj ty kaq shumë? Të faleminderit për ushqimin. Të bëft mirë. Unë tani po shkoj më, edhe ti pusho pak, shihemi nesër. Kur do të vini përsëri? Ashtu se nuk kam ndonjë të njohur përveç jush. Pra çka pyeta? Mos u mërzit, nuk do vonohet. Veçanërisht nesër me ty kemi shumë punë. Çfarë do të bëjmë? Do ta shohësh nesër. Mirë se erdhe Vedat. Mirë se ju gjetëm. Mirë se erdhe, baba. Mirë se ju gjeta, bi. Jam përgatitur dhe vendosur edhe ushqimet në tavolinë. Vajza jote do të studioj pranë nesh, a mos përgatisi asgjë? Atëherë, Baba? Mos ndoshta... edhe unë ta bleva celularin që e pëlqej aq shumë. Ja, baba i dashur, të faleminderit shumë. Bia ime. Dëgjofsh vetëm lajme të mira. Unë t'i laj një erduar dhe fytyrën dhe do të vi. Nën. Para se të vi, kalova tek Zenepi për t'i kërkuar të hullat e mia. Dhe çfarë të tha? Më tha ja nesër në vendin e punës që t'i jap. Vetëm se kishte diçka në lidhje me atë. Duke sigur kishte qarë. Syt i ishin nentur duke dhe të mërshme. Kush e di se çfarë ka ndodhur? Aman zemër, çfarë do që të ketë ndodhur, që na intereson ne? Kunja e asaj vajze Zejnepit është në dorën time. Do ta tërheq kur të dua. Ajo që tani është e rëndësishme, ti të qëndrosh afër Emres. Në rregull, ajo punë është tek unë, ti mos u mrekos. Më shku mua. Punën e parë që të ta bësh nesër do të shkosh te Emreja, në rregull? Në rregull, nën. Jo për diçka, por pran ti nuk mund të them asgjë. Madje të paska bler telefon. Ti dëgjoje fjalën time. Kush e di se çfarë do të kesh në disponim. Emre aty do të të blej vetura e dashura ime. Të nderuara, zoti ju ashtoft bisedën. Përbes unë gjatë kohë nuk ju kisha parë kështu të gëzuara. Inshallah pas kësaj çdo herë do të jemi të gëzuara. Të shpresojmë grua, të shpresojmë. Vajza ime e bukur, shpirti i nënës, zemër. Hajde, qohë e ullu në tavolin, unë të sjell çorbën. Baba i dashur, përsëri të falenderoj shumë. Të kalosh sa më mirë, bia ime, përdore me të mira. Zeynep? Pasi nuk hëngre asgjë, unë të solla qumshtin. Pas ka zënë gjumi.
Zeynep, ku je ti? Ku je? Përshëndetje, bukuroshe. O, më në fund na nderuat me prezencën tuaj? Përbes erdha shumë vështirë. Vetëm për këtë hatrin tënd të bukur në këtë orë që ndroj mbi këmbë. Shikoj këtë fytyrë. Për ndryshe edhe mbreti të kishte ardhur nuk do të mund të më ngrinte nga vendi. Ti apo tallesh me mua? U bëra dru këtu duke të pritur ty. Më shiko mua. Pas kësaj do të vish kur unë do të them. Për ndryshe do ta ndryshoj sjelljen. E din që në tregun ton puna është natën vonë. Do me thënë herët në mëngjes nuk mund të qëndrosh mbi këmbë. Veçanërisht nuk e kuptoj se çfarë ka këtu për të zmadhuar kaq shumë. Ashtu? Pasi unë ty të paguaj aq shumë, do ta kërkoj kundër shpërblimin e kësaj deri në qindarkën e fundit. Mirë, në rregull, kuptua. Edhe kushtoj kujdes të veçantë veshjes tënde. Shikoj flokët, grimin. Me siguri nuk do dalesh kështu përballë Zeynepit. Me siguri, pra. Edhe ne nuk dolëm nga druri. Me siguri dim do një rend edhe ne. Mashallah, edhe gjua sa një papuqe. A kështu do të tregosh zgjuarsinë tënde përballë Zeynepit? Ha? Mos u mërzit ti. Do të shohësh se si do ta gjuaj thallazën unë. Byrikët sa kishin dalë nga fura janë të nxehtë. Në fakt, nuk duhet të blihen kështu, por përbes nuk mund ta turoj. A nuk duhet të ham edhe ne? Ti pse u mërzite? Mashallah, shiko si filizje e bi. Mashallah, nusës time të bukur. Më turpëroni, faleminderit. Tham që ta bëjmë mëngjesin krejt bashk. Ende nuk është zgjuar zotri mjeku. Unë do të shkoj të shoh. Dalu, do të shkoj unë të shoh. Çfarë u bë, nuk vjen? Nuk dilte kaq herët, por nuk është në dhomë. Edhe unë nuk e pash. Shikoj e atë, pas ka dalë pa në lajmëruar. Më duket se ndërmjet vëllezërve kjo u bë e zakonshme të dalim pa u lajmëruar. Rash njerë në gojën tuaj. Por Meltemi ka të drejtë. S'ka gjë, tani je pranë meje. Pas kësaj, ku do të shkoj të rëku, do të jam edhe unë. Pikrisht ashtu. Bi, unë mendoj se je në rrugën e duhur. Edhe tek ne ndodh ajo që thot Arzuja. Çfarë ka kështu? Mos ndoshta ankohesh. Të lutem sultanesha ime, a ka mundësi diçka e tillë?
Me lejen tuaj, unë duhet të shkoj. Pritjet a ime do të shkojmë bashk? Me njëherë për 2 minuta jam Ti gati. mos shpejto, bëje mëngjesin nga dalë. Unë edhe ashtu kam një punë, pastaj do kaloj në zyrë. Nejse, si të duash. Në rregull, shihemi në zyre. Në rregull, zemër. Mos u vono. Në rregull. Ju bëft mirë. Punë të mbar, birë. Shihemi. Punë, pra. Ku je, Zeynep? Përse nuk përgjigjesh në celular? Zeynep, unë dola bia ime. Në rregull, nan. Ti ke kujdes, në rregull? Në rregull. Eja të puth njerë. O, vajza ime e bukur. Hajde, shihemi. A, mirë se erdhe, Aslı. Mirë se u gjeta teze Hylja. Si duket vjerën e paske gjallë, tavolina është gati. Hajde hyrë brenda dhe hani bashkë mëngjes. Tung tung nën, punë të mbar, shihemi. Zeynep? Çfarë geti? Çfarë është kjo gjendje? Unë çfarë të bëj pa emrin Aslı? Çfarë do me thënë tani kjo? Zeynep! A ka dikush? Hape derën, Zeynep! Emre e pas ka ardhur. Zeynep, të lutem, duhet të bisedojmë patjetër. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjes. A ke ngrënë mëngjesin? Ngra. Bukur. Atëherë vazhdoj me punën. Mere këtë të shohim. Unë çfarë do të bëj me gjithë këto të holla? Këtu në afërsi ka një butik shumë të mirë. Shko aty dhe blej çfarë të duash. Nuk ka nevojë as pak. Unë kam veshje, ju faleminderit shumë. Shiko, këto vende nuk ngjallin si nga ju, zënja Salla. Ankaraja është e ftohtë, mund të ftohesh. Gjithashtu, do kesh nevojë për veshje edhe për fakultet. Me të vërtet nuk ka nevojë as pak, zotëri Tarok. Bëhet fjalë vetëm për disa veshje. Meri, mos ma prish. Unë tani kam një 2 orë punë, më vonë do vi përsëri. Nëse do mundem, do të afroj edhe ty deri diku. Eja. Eja, hajde. Arzu shpirt, lere ti këto valigjën e Tarekut, le ta shpras Fatma. Këto djem erdhen në moshën e martesës, ti ende merresh me krejt punët e tyre. Janë shumë me fat që kanë një nën kaq shumë të përkushtuar. Në sytë e mi ato e janë ende fëmijë, nuk u rritën asnjëherë. Këto janë fëmijët tanë. Nuk dëshiron që këmbët e tyre të pengohen. Ato i mbron edhe nga bebza e syrit, por përsëri vjen një moment kur nuk mund t'i mbrosh. Të lidhen duart. Unë të kuptova ty. Ti ende e mendon emrin ashtu. Shiko, nëse më pyet mua, as unë nuk jam shumë e qetë. Është shumë e qartë që pasi ka biseduar me ty vajza i ka ndërprer kontaktet. Prej dje, emreja nuk është mirë. A mendon se gabove që bisedove me Zeynepin pa djenin e emres?
Arzu, kam shumë frikë që do të përballesh me emrin. Motër, unë çfarëdo që bëra e bëra për të mirën e emrës. Ajo nuk është e përshtatshme për emrin. U bë mirë që mbaroj pa u lidhur. Do të vuaj pak, më pas do të harroj Zejnepin. Nëse kjo lidhje kishte vazhduar edhe pak, atëherë do të ishte më vështirë. Of. Qoftë pra e kaluar. Nëse emri e prit tani është në këtë gjendje, do me thënë ai vetëm se ka qenë shumë i lidhur. Zeynep, a ka dikush? Hape derën, Zeynep. Do të mbledh të gjithë banorët e ndërtesës, Zeynep, hape derën. Zeynep, të lutem, duhet të bisedojmë. Nuk mund ta kuptoj se çfarë ndodh. Zeynep, e di që je këtu. Të paktën përgjigju në telefon. Masllë, nuk mundem të përgjigjem. Zeynep, a mund të hapësh këtë derë? Zeynep! Më në fund shkoj. Ti përse bën kështu, Zeynep? Duhet të qëndroj larg nga ai. I premtova nënës së tij. Nuk mund ta shoh edhe një herë emrin. Çfarë? Nëna e di të thërryti ty për këtë shkak? Nuk mund të besoj. E në rregull, deri kur do të ikësh kështu nga emërja? Derisa ti ndërpres presat nga unë. Gjithsesi edhe ai një ditë do të dorëzohet nga unë. Nuk besoj. Nuk duket që emërja do të lërë ty. Nuk mund ta kuptoj se si ti mund të pranosh që kjo të përfundoj kështu. Jam e detyruar, Asla. Për shkakun tim do të prishet marrëdhënia me nënën e tij. Nuk dua që të ketë probleme. Në fillim të rrugës le të përfundoj kjo lidhje. A e mendove se çfarë do të ndjej emërja? Një ditë kur do të takoheni, a nuk do të pyes ty se përse ndryshove ti kaq papritur? Nuk kam asnjë përgjigje për t'i dhënë atij. Për atë shkak nuk kam guxim që t'i dal përpara. Unë çfarë do të bëj, Asla? Çfarë do të bëj? Oh, sa mirë u bë. Le të gëzohemi. Gjatë kohë me ty nuk kishim dalë të bëjmë gjëra. Me të vërtet kjo ishte si një doping edhe për mua. Ti a do të mund t'i mbash gjitha këto? Do t'i mbaj, mi jep. Mirë atëherë. Pasi është ashtu, unë do të shkoj pranë emrës. Më ura fatnën. Mos u mërzit. Fati pas kësaj çdo herë do t'jetë me ne. Nëna jote rregulloi gjithçka. Do me thënë ashtu thua. Ashtu them. Ti a më ke parë mua të flas kot? Më shiko mua, ti meru vetëm me emren. Mos guxo që të flasësh keq për Zeynepin, duke munduar t'i afrosh djalit mos të nervozohet me ty. Në rregull, ti mos u mërzit as pak. Ajo vaj Zeynep, së shpejti do del plotësisht nga jeta jon. Dhe natyrisht, sfida do të mbetet ty.
Shiko, Zeynep, kjo nuk bën kështu. Kërkoj emrin dhe tregoj gjithçka. Të paktën të dy bashkë gjeni një zgjidhje. Mundem Aslı. I premtova nënës së ti. Of, Zeynep, of, çfarë të them unë ty? Mos të me ik mua autobusin në rregull, edhe ti mos u mërzit më shumë. Në rregull. Shihemi.